Prej disa ditësh qindra mijëra të rinj janë ngritur në protestë për të kërkuar dorëheqjen e kryeministit Edi Rama. Për të folur mbi këtë protestë dhe çfarë pritet të ndodhë në ditët e ardhshme, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur zotin Eduard Mullaraj. Zoti Mullaraj, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve që më jepni mundësinë. Avokat, mund na thoni pak se pse u ngritën shqiptarët në protestë? Pra, kush ishte ajo pikë që ata nuk e honepsën dot dhe morën guximin për të dalë në protestë? Atëherë faleminderit. Unë doja ta nisja pak më përpara me historinë e popullit shqiptar, një kom që është ngritur disa herë për të kërkuar të drejtën e tij, mbasi i është vjedhur, i është tradhtuar dhe po bën një jetë të vështirë për sa i përket në rrezullin evropian, sepse populli shqiptar nuk e meriton që të jetojë në këto kushte varfërie, skamje dhe kur ka resurse të jashtëzakonshme dhe është në një pozicion strategjik të shkëlqyer dhe një popull i zgjuar, një popull që kërkon në vetvete dhe që kërkon për një jetë sa më të mirë. Në këto kushte nuk e meriton që ky popull të jetojë në këtë situatë kaq të vështirë. Arsyeja pse u ngrit ky popull është themelore dhe jetike. E para ka të bëjë me kushtet mjaft të vështira në të cilat jeton. E para. E dyta ka të bëjë me vjedhjet që po i kryen këtij vendi ndër vite, abuzimet nga të dyja palët që janë bërë këtij vendi, dhe e treta me padrejtësitë në sistemin e drejtësisë, në sistemin e mjekësisë dhe në sistemin kombëtar për sa i përket çështjeve dhe problematikave që ka ky vend. Në këto kushte unë dëshiroja që ta filloja që në vitin 1992 kur populli u ngrit për të kërkuar të drejtat e tij dhe për përmbysur një sistem diktatorial i cili ishte nga më tekrit që kishte parë Europa. Dhe në kushtet kur u ngritë dhe revolta eskaloi dhe mori përmasa të jashtëzakonshme, në ato momente pushteti i asoj kohe futi kurthet e tija brenda dhe të tradhtin brenda të gjithë kësaj lëvizje kombëtare, e cila pastaj degradoi dhe pushtetin e morën disa komunistë, të cilët krijuan Partinë Demokratike, dhe krijimi i asaj partie demokratike dihet se si u organizua, u krijua dhe drejtoi vendin nga një komunist, ish komunist, i cili e shkatroi vendin dhe e çoi në gjakderdhje në vitin 97. Ky ishte momenti i parë kur Shqipëria mund të merrte një trajtim mjaft mirë, po u tradhtua nga një pjesë drejtuesve që i dolën në krye kësaj lëvizje mbarkombëtare. Pjesa e dytë që ka të bëjë është pjesa kur përsëri filloi një lëvizje mbarkombëtare. Filloi një lëvizje dhe na doli dhe një rrymë e re, do thosha unë atë kohë, që kishte të bënte me pjesën e kuqezive. Dhe kjo lëvizje në fund fare tradhtoi. E la popullin në mes rrugës dhe nuk e ndoqi kauzën për cilën u krijua lëvizja mbarkombëtare. Atëherë kaluan në pikën e tretë që ka të bëjë me momentin e sotshëm. Momenti i sotshëm ka të bëjë është në vazhdim e gjithë këtyre tradhtive, pabesive, prerjeve në besë dhe një pakënaqësie në këtë popull. Mënyra e organizimit është nga më shkëlqyera, do thosha unë, të kohës, sepse e para nuk kemi deri më sot për sa i përket ditës, janë mbyllur 10 ditë dhe sot është dita e 11, nuk ka pasur asnjë incident e para kjo, përveç një provokimi që bëri policia për sa i përket në ndeshjen me Izraelin.
Pika e dytë ka të bëj me atë entuziazëm që ka rinia e sotshme, me atë do të thosha unë atë program që ka organizatorët ku fusin edhe muzikën popullore brenda në këtë organizim dhe me disa fjalime atje brenda. Ky është një organizim i bukur dhe do të thosha që ka mjaft mundësi dhe hapësirë dhe i ka ardhur shansi që inshallah nuk trajtohet dhe këtë radhë kjo lëvizje mbarkombëtare, sepse kjo lëvizje mbarkombëtare duhet ta fillojë historikun e saj që në vitin 92. Për mendimin tim, si një jurist, duhet ta fillojë në vitin 92 duke ripar kushtetutën shqiptare. E para, duke bërë një organizim të ri për sistemin e drejtësisë. E dyta, dhe këto dy pasaj do t'i sjellin Shqipërisë një dritë të re, një shans të ri dhe një organizim të ri dhe një standard të ri jetese për sa i përket të gjithë kësaj lëvizje. Nëse dhe kjo lëvizje, ashtu siç po flitet në shumë qarqe dhe në rrjetet sociale, por ashtu siç po luftojnë dhe partitë politike për ta përçarë, për ta marrë dhe ata llokën e tyre, kjo do të mbetet vetëm në histori, mendoj unë pastaj, dhe nuk do të realizojë qëllimin e saj. Nëse kjo lëvizje kërkon të realizojë një objektiv dhe një qëllim të saj për cilën i gjithë populli që është ngritur në shesh kërkon më të madhe një qeveri të re, do të thotë që do t'i shuajmë të 35 vite të jetës tonë, në kuptimin e mirë fjalës, që do të thotë Shqipëria duhet ta fillojë nga zero. Që ta fillojë nga zero sepse dëgjova njërin dje atje që tha që kemi çuar kërkesë ke Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të bërë zgjedhje. Kush janë këta që marrin këtë iniciativë për të kërkuar qeveri teknike ose për të kërkuar zgjedhje të reja? Kush i ka autorizuar këta, apo është bërë gati dhe këta kanë pritur që të marrin ai llok nga kjo lëvizje? Kjo është mjaft e rëndë dhe e trisht, do të thosha. Ne jemi në një moment kur sot e para një nuk janë pjekur kushtet që të bjerë qeveria. Qeveria do të bjerë kur të gjithë të bllokojnë, kur të paralizohet i gjithë aktiviteti kombëtar, dhe kjo qeveri ne e dim mjaft mirë, sepse deri sot nuk kemi parë asnjë historik të dorëzimit të pushtetit me vullnet të lirë. Ashtu siç edhe ky që kërkon her pas here të gjej armiq brenda kësaj lëvizje, të gjej spion brenda kësaj lëvizje, të gjej nga forma dhe metoda nga më ndryshme të cilat pretendojnë ta që janë në pushtet sot, sepse kanë organizuar të lëvizje. Kjo lëvizje ka ardhur natyrshëm. Organizatorët kanë shfrytzuar të gjithë të mlefin e këtij populli, i cili del në mënyrë të qeshur dhe entuziaste për sa i përket lëvizjes dhe del me një dëshirë të re këtë radhë, jo i vrejtur, jo i egërsuar, por del me një dëshirë të re për të ndryshuar faqen e historinë e këtij kombi, i cili ka vite që është trahtuar nga gjithë politikanët tanë. Është trahtuar dhe vjedhur nga gjithë politikanët tanë, të cilët janë bërë me miliarda dhe populli nuk mbyll dot 15 dhe muaj. Kemi një mjekësi që as në vitet 44 nuk kishte kjo mjekësi. Pa çka se janë bërë disa spitale të reja brenda në Tiranë, vërej me keqdashje dhe me keqardhje që nuk ka barna, nuk ka përparse për operacionet e spitalit, nuk ka asnjë lloj medikamenti, nuk ka ligj për të mbrojtur shqiptarin për shërbimin social, nuk ka ligj për shqiptarin për ta mbrojtur për problemet shëndetësore, të cilat ai duhet i paguajë sa futet kjo urgjenca e spitalit. Dhe mjaft probleme tjera ku kemi një arsim mjaft të dobët, ku është mbushur Shqipëria jo vetëm me juristë dhe ekonomistë, sepse nuk ka asnjë program tjetër, por
është mbushur Shqipëria me diploma falso, duke filluar që nga vitet 92 deri më sot. Ne kemi në radhë të drejtësi sot gjyqtar që kanë qenë roje deri dje, kanë blerë një diplomë dhe sot janë gjyqtar. Ne kemi gjyqtar sot që shfrytëzojnë karrigen e tyre për inate personale. Ne kemi gjyqtar sot të paprigatitur nga ana profesionale. Pra, e gjithë kjo problematik e mbledhur dhe e stisur deri në këtë ditë e sotme kërkon patjetër një revolucion të mirë. Por ky revolucion do disa lider në krye dhe do një qeveri e cila për mendimin tim duhet të ri për një kohë të gjatë, një qeveri teknike, ku të rregullojë të gjithë bazën ligjore, ku të anullojë një sër ligjesh që i përkasin jetës së përditshme të aktivitetit të Shqipërisë, ku të bëhet organizimi dhe programimi për një zgjedhje të pastër, ku vota të lexohet me drejtësi dhe jo ku të përfitojnë disa të cilët, siç i shoh të gjithë të protestë, kërkojnë të kapin në llok nga kjo protestë. Pra në gjitha këto raste, unë do thosha që kryesorja është që të dalim të gjithë në shesh, të mbështesim ata organizatorë të cilët kanë filluar ta menaxhojnë televizje. Pastaj, në fund fare, sigurisht që nga kjo lëvizje mbar popullore do krijohet një grup politik dhe ky grup politik duhet të krijohet mbi bazën e një lëvizje kombëtare dhe mbi një përzgjedhje kombëtare ku të vendosen disa piketa për ata që do jenë drejtuar sot për një periudhë kohë të caktuar dhe mbi ata që do vendosen nesër pasaj për sa i përket drejtimit të shtetit. Nëse ne sot vazhdojmë përsëri duke i vënë strekënç kësaj lëvizje, duke parë dhe disa nga ata tradhtar të cilët me plot kuptim të fjalës tradhtar, të cilët kërkojnë ta devijojnë me thirrje nga të ndryshme këtë lloj lëvizje, do thotë që ky popull përsëri do zhgënjehet. Besoj që këtë radhë nuk duhet të zhgënjehet ky popull, duhet të jetë mjaft vigjilent në drejtimin dhe në organizimin e atyre drejtuesve kryesor të cilët do të marrin timonin në dorë për ta drejtuar këtë vend për 2 vjet ndofta, por është kohë e shkurtër dhe 2 vjet për që qëndruar një qeveri teknike e cila kjo qeveri do të përgatisi paketën kushtetuese për të vajtur në zgjedhje. Nuk mund të vemi në zgjedhje me këtë kod zgjedhor që kemi, nuk mund të vemi në zgjedhje sot me këtë mënyrë të organizimit të sistemit të drejtësisë, nuk mund të vemi në zgjedhje me këtë aparat shtetëror, nuk mund të vemi në zgjedhje me këtë infrastrukturë që ne kemi, sepse përsëri do dalin të zhgënjur ky popull. Sepse duket mjaft qartë që partitë politike po luftojnë mjaft për ta përçarë këtë lëvizje. Duket mjaft mirë që bëjnë antimitingje për të futur sa të pak përçarjen dhe konfliktin, por deri më sot nuk e kanë arritur. Prandaj, për mos me zgjatur më shumë, për të thënë atë që unë mendoj që është ndërmjet kryesor, është mbështetja e kësaj lëvizje mbar kombëtare dhe krijimi pasaj kur të krijohen kushtet, sepse nuk janë krijuar kushtet akoma për të bërë organizimin e një grupimi politik i cili duhet të rrëxojë kushtetutën, pra se i thonë që të bëhet një referendum mbar kombëtar për të rrëxuar kushtetutën e Republikës Shqipërisë, që është krijuar në 92-shin dhe për të përcaktuar qartë, mirë dhe saktë të gjithë drejtimin politik të këtij vendi, si do të jetë shteti shqiptar, do të jetë një shtet parlamentar apo do të jetë një shtet republikan. Të gjitha këto janë pjesë e kësaj detyre, të këtij grupimi
organizatorë të cilët meqense kërkojnë një Shqipëri të re, duhet Shqipëria e re kërkon një ndryshim radikal në të gjitha aspektet ligjore të saj, politike dhe ligjore. Prandaj, unë do të thosha që në këtë qëndrim ne duhet detyra kryesore është mbështetja e kësaj lëvizje dhe dhënia fuqishëm e thirrjes për një Shqipëri të re. Pakta që janë sot pushtet të cilët me të dhënë dorëheqjen, po ta duhet ikin me një burg, po që t'ikin burg ta sot duhet një ligjëri. Spaku nuk i arreston këta. Do thotë që këta nesër marrin valigjet dhe largohen nga vendi. Duke u larguar nga vendi do kohë që ti thresësh pastaj dhe ti kapësh dhe ti arrestosh dhe t'ju marrësh të gjithë pasuritë e tyre. Pra, edhe kjo është një detyrë mjaft e vështirë për drejtues të kësaj lëvizje, dhe prandaj them me bindje që inshallah dhe uroj që mos ketë tradhtar brenda kësaj lëvizje, që mos ata trajtojnë të lëvizje siç e trajtuan në vitin 1992, po siç e trajtuan dhe kur doli lëvizja Kuqezi, e cila dhe kjo ishte një strekëndsh më vete për këtë popull, i cili doli i zhgënjur dhe nga kjo lëvizje dhe nga kjo kaos, ku përfituan vetëm 3-4 veta atje për interesat e tyre, të cilët pastaj trajtuan dhe i pren shpresat dhe besën të popullin në vend. Pra, është e treta dhe e vërteta, do të thosha unë për të lloj lëvizje, për të kaos dhe për të vend i cili ka të gjitha resurset, i cili ka të gjitha shanset për të jetuar me dinjitet brenda një Europe ku ne kemi qenë europian që në vitin 1912. Do thoshe që në vitin 1912, sepse që atëherë që u krijua shteti shqiptar dhe të gjithë kishin një dëshirë që të futeshin në Europë, dhe që atëherë ne dëshironim që të ishim pjesë e Europës, paçka se lëvizjet dhe shtetet e mëdha e coptuan këtë vend. Sot ka ardhur edhe një moment shumë final që nëse ne e shfrytëzojmë me kujdes, me zgjuarsi dhe me aftësi profesionale dhe ligjore, do të thoshe që ne mund të bëjmë dhe bashkimin e të gjithë trojeve shqiptare, që thotë qoftë të Kosovës, qoftë të Maqedoninë e Veriut të gjithë, dhe pjesën e Medvegjë, Bujanoc dhe Çamori. Do thoshe që zgjuarsia dhe detyra e këtyre drejtuesve është që të bashkojnë kombin shqiptar, që është i përçarë nga të katër anët e veta. Bashkimi i trojeve do të sjellë pasaj dhe një ndryshim dhe një faqe të re për historinë dhe për pjesëmarrjen në Bashkimin Evropian. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.